Përshëndes Fabiola, për këto bukuri që natyra i ka falur Beqit dhe zonës Dumres kryesisht dhe gjithashtu për zhvillimet dhe investimet në ekoturizëm kanë qenë dy nga faktorët të cilët janë vlerësuar Bashkisë së Belshit në panajirin botëror të turizmit të mbajtur në Berlin. Kanë qenë pikërisht këta faktorët si dhe promovimi i bukurive natyrore që vazhdimisht Bashkia e Belshit i ka bërë natyrës së saj që kanë bërë që në panajirin e turizmit të vlerësohet me çmimin e dytë. Dhe së shpejti, sipas asaj çka është bërë tashmë zyrtare, Belshi do të certifikohet edhe si destinacion i gjelbër. Dhe kjo do të bëjë për shkak se tashmë e gjithë zona e Dumres, duket se pavarësisht investimeve të shumta që janë bërë në këtë vend, është ruajtur edhe natyra deri diku e paprekur, pavarësisht se janë shtuar në mënyrë të shumtë të bujtinat, hotelet dhe gjithashtu edhe resorte të cilat ofrojnë shërbime për turistët, sërish natyra e ka ruajtur origjinalitetin e saj dhe vijon të jetë e bukur si dekada më parë. Dhe në fakt janë pikërisht këto relieve kaq të mrekullueshme dhe padyshim liqenet që natyra i ka falur Bashkisë së Belshit, të cilat janë vlerësuar edhe në panajirin e mbajtur në Berlin, nga ku kryetari i Bashkisë së Belshit ka qenë prezent për të tërhequr çmimin e dytë të atribuar. Fakti që certifikohet destinacioni i gjelbër dhe sonë, do thotë që mund të përfitojë edhe financime? Padyshim që po, pasi duket se Belshi tashmë ka tërhequr vëmendjen jo vetëm të qytetarëve të tij apo edhe qytetarëve vendas, por gjithashtu edhe shumë të huaj tashmë duket se kanë interes për të investuar në Belsh. Sipas statistikave zyrtare, rreth 30.000 vizitorë e vizitojnë këtë bashki çdo vit dhe numri duket se është gjithnjë e në rritje dhe për këtë arsye janë zgjeruar edhe janë zgjeruar edhe hotelet apo edhe bujtinat pritëse për të gjithë ata që duan të vinë dhe të kalojnë disa ditë në qytetin dhe në gjithë zonën e Belshit. Tashmë janë ngritur struktura të mirëfillta, mjafton të përmendim që me AZBR-n në liçenin e Manzës tashmë janë ngritur edhe disa bujtina shumë të bukura turistike, të cilat janë duke tërhequr më së shumti turist nga bota, pasi përmes platformave sociale është bërë edhe promovimi i duhur i këtyre bujtinave, të cilat ndodhen në një prej liçeneve më të bukur që ka Belshi, dhe tashmë turistët nga e mbar bota kanë mundësi që përmes platformave në rrjetet sociale të bëjnë edhe rezervimet e tyre për të kaluar ditë në Belsh. Turistët në fakt kanë qenë nga gjithë bota dhe duket se kjo ka qenë dhe një arsye që është vlerësuar pikërisht Bashkia e Belshit, pasi turistët dhe numri turistëve të ardhur nga vende shumë të largëta të kontinenteve të ndryshme ka bërë që të vlerësohet edhe ky detaj. Padyshim që vëmendjen më të shtuar e ka marrë mbrojtja e mjedisit dhe që duket se do të jetë edhe në vitet në vijim të paktën do t'i kushtohet një vëmendje shumë e rëndësishme dhe veçantë pikërisht mbrojtjes së këtyre bukurive natyrore që ka Belshi. E duket se me këtë klasifikim ose me këtë çmim, po gjithashtu e certifikim do të jetë një ndikim shumë pozitiv edhe për thithjen e më tepër turistëve për zonën e Belshit. Edisona Skënderi, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.